Donald Trump ka deklaruar se negociatat mes Washingtonit dhe Teheranit për programin bërthamor iranian kanë qenë disa herë pranë finalizimit, por sipas tij pala iraniane është tërhequr vazhdimisht në çastet e fundit. Gjatë një deklarate publike, Trump u shpreh se marrëveshja ka qenë shumë afër arritjes në 4 apo 5 raste të ndryshme, por shto se çdo herë situata ka ndryshuar papritur. Ai përdori tone të ashpra ndaj autoriteteve iraniane, duke deklaruar se sjellja e tyre është e paparashikueshme dhe se kjo është një arsye më shumë pse Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore. Sipas presidentit amerikan, gjatë bisedimeve Teherani kishte pranuar që rezervat e uraniumit të pasuruar t'i kalonin Shteteve të Bashkuara. Trump pretendoi se pala iraniane kishte shprehur gatishmëri për të dorëzuar materialin bërthamor, duke argumentuar se nuk kishte kapacitetet e nevojshme për trajtimin e tij. Megjithatë, autoritetet iraniane vazhdojnë të këmbgulin se programi i tyre bërthamor ka vetëm qëllime civile dhe energjetike. Abbas Araghchi i hodhi poshtë pretendimet se Irani ka pranuar kushtet e SBA-s, ndërsa cilësoi çështjen e pasurimit të uraniumit si komplekse dhe kërkoi më shumë kohë për diskutime. Tensionet mes dy vendeve mbeten të larta, ndërsa Trump paralajmëroi se sulmet ndaj Iranit mund të rifillojnë nëse nuk arrihet një marrëveshje përfundimtare. Nga ana tjetër, SBA, Izraeli dhe aleatët perëndimor vazhdojnë të akuzojnë Iranin se po synon zhvillimin e armëve bërthamore, akuza që Teherani i mohon vazhdimisht.